Banorët e fshatit Dush ka kërkuar vazhdimisht pranë autoriteteve vendore, njësisë administrative dhe Bashkisë Lushnjë që të ndërhyet për rregullimin e kanalizimeve të ujrave të zeza që dalin në sipërfaqe nëpër rrugët e fshatit, por ende asnjë përgjigje. Temperaturat e larta që rriten nga dita në ditë, përveç erës së rëndë që ndot të gjithë zonën, mund të shkaktojnë edhe përhapjen e ndonjë epidemie, pasi përveç ujrave të zeza nëpër kanale ka gjithfarë lloj mbetjesh, duke përfshirë edhe ato shtazore. Banorët kanë kërkuar vazhdimisht që të ndërhyet për të zgjidhur kjo situatë, por ende asnjë zgjidhje. Më e rëndë është situata për ata që vuajnë nga sëmundjet, kryesisht moshat e treta dhe fëmijët e vegjël. Më shkonjë e madhe, ere keqe. Aq tash po çfarë bëj? Ja plerat, ja plerat, ja shtëpia ime. Unë rri aty me një burr, që jemi të smurë të dy. Ja nuk ndërë. Sa kohë ka këto ujrat të zeza që derën aty kanë? Kanë vite ato. Se s'ka as ujë, se po të kishte ujë, merrte proj ato, ashtu. Pa s'ka ujë, ku ka ujë. Është një shqetësim se është era, gjöt shumë era dhe zakonisht me këto gjëra vijnë edhe sëmundje. Mjafton një pastrim, nuk duhet ndonjë kush e di investimi më aftë, një çik më shumë, po, është neglizhuar çik. Ja ku dalin ujët e zeza. Makar goca me fëmijë ka 3 ditë vinë në rritë shtëpi ime se nuk dëllojnë dot erën. Se tash s'ka ujë ku vjen ujë ndarke këtu, ose ndreke ku vjen, këtu del me gjymë.